أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل falenderojmë falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur për sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila tashmë është si seri në fund dhe është begati e madhe që Allahu fuqiplot na ka mundësuar ta mësojmë këtë sire, të flasim rreth saj dhe të njoftohemi më detajisht për ngjarjet e sirës dhe jetës së tij. Padyshim që ka gjëra që edhe nuk i kemi përmend, ndoshta detaje të caktuara, të cilat ndodhen në burime të tjera në tekste, do të thotë historike fetare, por kryesorja është se kemi kaluar në për sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në renditje kronologjike, duke nxjerrë mësime të ndryshme, duke përfituar prej saj dhe në esencë muslimanët e parë kur e kanë mësu fen, e kanë mësu fillimisht prej librave të sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se të gjitha ato hadithe janë përmend fillimisht në libra të sirës, pra në libra në transmetime kështu me radhë. Të gjitha hadithet, të gjitha ajetet që kanë zbrit, komentimet e tyre, dispozitat të fikhut të kështu me radhë, ato të gjitha përmbledhen në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa herë që don dikush prej dietarëve të nxjerrë një normë, nuk mund të pavarësohet nga burimet e sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse në ta e gjejmë realitetin e të vërtetën. Nëse marrim fen thjesht prej ajeteve dhe haditheve pa u konsultuar me detajet e sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kur kanë zbrit ato ajete, në çfarë rrethana, në çfarë kohe, pse kanë zbrit, pastaj hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur janë thënë, pse janë thënë, kujt janë drejtuar kështu me radhë, pa këto mbështetje anësore prej sirës, atëherë ne nuk mujna me kuptu si që duhet, nuk mujna me kuptu mirë fen e Allahut azza wa jall. Atëherë dalim, do të thotë, në formë qesharake, ku sheh njeri që mundet me dalë me thonë se alkoholi s'prish punë të konsumohet, sepse është ajeti kuranor që thotë se dami, do më thënë, i ti është më i madh se dobia, do thotë që pas ka dobi, ose ajeti tjetër dikush nalet në ta dhe thotë Allahu azza wa jall ka thënë mos hyni në namaz të dehur, që i bjen se nëse pin alkohol dhe nuk dehesh, nuk prish punë, me qenë një gotë, një shishe, nuk prish punë nëse s'deh. Në këtë formë njeriu del qesharak, sepse duhet me shikuar renditjen se çysh kanë zbrit ato ajete, me etapa kështu me radhë. Kjo mësohet vetëm prej sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu hadithet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, del dikush thot, po shiqo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal namazin e xhenazës në Xhashiut atje, edhe nuk e din që në Xhashiu ka qenë musliman kur ka vdekur. E kjo mësot veç prej sirës. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal namazin e xhenazës Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Ja ka fal një munafikut që o ditë se është në kofër,
veç e ka shfaqur Islamin haptazi. Një del çesharak me këtë fjalë, për faktin se në sire mësojmë që ajeti kur ja ka ndalu Allah azza wa jall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja fal namazin e xhenazës munafikëve, ka ardhur mas kësaj ngjarje. Siç e kemi shpjeguar, do thotë ne. Pa i mësu këto detajet të sirës, pa esë në përsiren e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj njeriu del çesharak me fenë e Allahut, jep ty çfarë mendimi nga mendjelehtësia dhe do thot budallakia. Në takimin e kalum e kemi përmend dhe kemi fol për ditën e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë dynja. Dhe i kemi përmend do thot momentet e tij të fundit, se çush është ndarë nga kjo botë dhe çka i ka godit sahabët në momentin që kanë marrë vesh se është nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kësaj bote dhe si ndje, dhe pastaj e kemi përmend edhe qëndrimin burrëror dhe qëndrimin e fuqishëm të Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, që ju ka dhënë një mësim sahabëve edhe gjithë ummetit se muslimani do të më qenë njeri i arsyes, jo njeri i emocionit, jo me udhëheq nga emocionet, me ndërmarr veprime bazuar në emocione, por njeri do të më qenë, muslimani do të më qenë njeri i arsyeshëm dhe me vepru me argument, me vepru me do thot me mendjempresi. Dhe pas atyre ngjarjeve, sahabët ka fillu, do thot, është përmend realisht në librat e historisë një pyetje që lidhet me momentet e fundit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A mos vallë pejgamberi alaihi salam ka lënë ndonjë vasijet dhe ndonjë emanet për kush me qenë khalife pas tij, kush me zon vendin e udhëheqësit pas tij. Dhe këtë muhabet e kanë qelë në prani të Aishës radhiyallahu ta'ala anha, këtë ma vonë mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon el-Aswad ibn Yazid, thot në prani të Aishës dikush e përmendi se Aliu ka qenë i porositur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me marr khalifatin pas vdekjes së tij. Dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka reagu, ka thënë meta ausa ilej, kur ja patlon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ati vasijet që më kon khalife mas vdekjes së tij. Wa qad kuntu musnidatahu ila sadri, ato në më kon që aty momentet kur ka vdek, ka qenë mbështetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjoksin tim, fada'a bit-tasti falaqad khanatha fi hijri fama sha'artu annahu qad mat. Famata awsa ilay. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në prahrin tim i mbështetur, edhe kërkoi mja sjell atfar enën me ujë, që me lag trupin e tij, me lag fytyrën, e thotë unë kur u ktheva, kur ja solla domethën tasin, veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish ndru jetë. E thotë as nuk e ndjeva domethën ka ndru jetë. E thotë kur ja la ati vasijet. E thotë Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka qenë prezente në ditët e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë prezente para tij. Edhe nuk e ka dëgjuar asnjëherë duke e përmend një gjë të tillë. Madje edhe ajo që e kemi përmend herën e kalume, ajo far biseda mes Abbasit dhe Aliut radhiyallahu ta'ala anhuma, se që i ka thënë Abbasi hajde të shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta pyesum rreth udhëheqësisë se kuna do t'i takoj pas vdekjes së tij. Se nëse pejgamberi Aliu çka ju ka përgjigj? Ka thënë jo, ka thënë. Nuk muj me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë punë. Se nëse ai nuk na lan tash, më kur njerëzit kanë më na besu. Edhe nuk jo munaj që ja lypi një pozitë të tillë.
Pastaj po ashtu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, I cili ka qenë djali I Argjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dietari I ummetit, pra thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdan ma'mura ballagha wallahi ma ursila bihi. Thot I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë një rob I urdhëruar që ka punu në bazë të direktivave qysh ja ka thënë Allahu azza wa jall. Dhe thot pasha Allahun ai e ka çuar në vend komplet misionin edhe mesazhin që ja ka dhënë Allahu fuqiplot. Do thot ka desh me tregu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vepruar pe mendjes së tij asnjëherë. Mi ka qenë I urdhëruar dhe në vazhdimsi ka punu me direktiva të shpalljes. Dhe nuk ka lënë asgjë pa përcjell. E nëse pas ka lënë vasijet që dikush mas tij me qenë khalife, atë kush është ai që e transmeton një fjalë të tillë? Nëse kena një kërkush që jena kon afër tij. Kuna e pas ka thënë. Dhe thot, wa ma khtassana duna an-nasi bi shay illa thalathan. A thot neve familjes të gjakut që na ka pas, nuk na ka veçuar me ndonjë urdhresë ose ndonjë porosi para njerëzve tjerë, përveç 3 gjëra. Thot amarana an nusbigha al-wudu, na ka urdhëruar neve që me e përsos abdesin gjithnjë, wa alla na'kul as-sadaqa, dhe ne mos me ngron sadakan, ato që ka është pasurin që është lëmosh, wa alla nunziya al-himara ala al-faras. E ka thënë mos me I çiftzu gomarin me kalin. Është të 3 I ka përmend. Thot diçka tjetër nuk na kalon neve ndaj porosi të veçantë. Do thot edhe Ibn Abbasi vjen si dëshmitar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka lënë një porosi se kush me qenë khalife pas tij. Po ashtu Abu Juhayfa radhiyallahu ta'ala anhu tregon thot e kom pyet vet Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, mos ja u kalon juve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjë pjesë të veçantë, ndonjë këshill përveç Kur'anit. E ka thënë Aliu, jo pasha ato që e bën farën të mbi dhe I ka kriju njerëzit, nuk kena na asgjë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përveç Kur'anin, dhe illa an yu'ti Allahu 'abdan fahman fil Qur'ani wa ma fi hadhihi as-sahifa. Thot nuk ka lënë asgjë tjetër përveç këtij Kur'ani, pra librin e Allahut, përveç nëse ndokujt I është dhënë ndonjë kuptim të Kur'anit. Allahu azza wa jall dikujt ja ka bën sudon pe familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kuptu diçka ekstra pe Kur'an. Sikurse Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu që I ka kuptu don tefsirin e Kur'anit dhe thot përmbajtja e kësaj fletushke. E ka pas Aliu një fletushk që ka marrë në atë farë dorëzën e shpatës së tij. Dhe thot Abu Juhayfa kom pyet çka përmban e fletushk, ka thënë al-aqlu wa fikaku al-asiri wa alla yuqtala muslimun bi kafir. Ka thënë I përmban këto gjëra, shpagimin në rast të vrasjes ose të ndonjë krimi, lirimin e robërve dhe urdhresën që të mos vritet muslimani, të mos ekzekutohet muslimani si hakmarrje për vrasjen e një qafiri. Këto 3 urdhresa I ka përmbajtur kjo fletushk. Po ashtu në transmetime tjera përmenden detaje më shumë të kësaj fletushke. Thot Qais ibn Ubad, kom shku unë edhe eshterit e Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo eshter ka qenë pastaj pej, domethënë për krahësve të Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, dhe kena pyet Aliun, hal ahida ilayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdan lam ya'hadhu ila an-nas? At kalon ty diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjë fjalë që s'ja u kalon njerëzve të tjerë? Do të ka ardhur puna deri në atë pikë, kanë bë fitnë shiat deri në atë pikë sa që u përhap kjo fjalë. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kalon diçka të fshehtë Aliut. Ajo ndetyruar me shku me pyet Aliun radhiyallahu ta'ala anhu drejt për drejt. Dhe ajo është përgjigj
Do të ky rast ka ndodhur disa herë prej personave të ndryshëm. Dhe Aliu ju ka përgjigj, ka thënë la illa ma fi kitabi hadha. Ka thënë jo, kur gjë nuk na ka lënë ekstra, përveç ka thënë përmbajtja e kësaj fletushkës. Ai ka nxjerr do thotë një fletushk prej asaj këllëfit të shpatës, në të cilën janë kënd shkruar me këto fjalë: El mu'minuna takafa'u dima'uhum wa hum yadun 'ala man siwahum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Besimtarët janë gjithë të barabartë në punën e gjaçeve, pra gjakrave, kur dikujt I cënohet jeta. Pra nuk ka me u dallu nëse një I pasur e ka vrarë një të varfër, tash me thënë nuk pi marrum hak ti të pasur se ky është I pasur, ose është I filan familjes, ose filan fisit e kështu me radhë. Pra gjaçet e muslimanëve janë të barabartë. Dhe ata janë një trup kundra të tjerëve, pra kundra kufarëve. Dhe secili musliman duhet me punu ose me mbrojt gjakun apo nderin e qoftë më të ultit prej tënve, prej muslimanëve, pra duhet me funksionu si një trup. Ela la yuqtalu mu'minun bi kafir. Dhe ka thënë dini që nuk ekzekutohet një besimtar si shpagim për një qafir që e ka vrarë. Wala dhu ahdin fi ahdihi, dhe nuk domethënë nuk mirët apo nuk qohët dëm një person që është brenda shtetit islam, që ka siguri të shtetit islam. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Dhe në fund të fletës shkruan, dhe kush e bën do në shpik një bidat ose e përkrah apo e mbrojt një bidatxhi, mbi të qoftë mallkimi I Allahut, I melajkeve dhe të gjithë njerëzve. Pra, kjo ka qenë përmbajtja e fletushkës së Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Po ashtu, në një rast tjetër kanë pyet Aliun radhiyallahu ta'ala anhu që mos ju ka veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me diçka, dhe ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu nuk na ka veçu me asgjë përveç çka ka kjo fletushk. Çka kanë ta? Ka thënë janë fjalët la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allahu mallkoft atë që therr ndonjë kafsh për dikën tjetër përveç Allahut. Wa la'ana Allahu man saraqa manar al-ard. Dhe Allahu mallkoft atë I cili I vjedh ose I plaçkit kufit e tokave, megjat e tokave ose shenjat e tokave. Wa la'ana Allahu man la'ana walidahu wa la'ana Allahu man awa muhdithan. Dhe Allahu mallkoft atë që e shan apo mallkon prindin e vet, dhe Allahu e mallkoft atë që e përkrah ose e strehon një bidatxhi. Pastaj, po ashtu Ibrahim Tejmi tregon se Aliu radhiyallahu ta'ala anhu e kishte marrë një khutbë, dhe tash ka puna që në khutbë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu u detyru me dal me deklaru një gjë të tillë. Dhe ka thënë kush pretendon se ne kemi diçka ekstra që e lexojmë përveç librit të Allahut dhe kësaj fletushke, ai ka gënjy. Nëse ka arë puna deri në pikë, madje shiat edhe sot e kanë një mushaf të vetin në të cilat I kanë do sure ekstra, që nuk janë do në librin që e ka zbrit Allahu Azza wa Jall. I kanë shtu do sure ekstra. Dhe e quajnë mushafi I Fatimës. Allahu I mallkoh domthon për shpifjen e tyre. Dhe ka thënë në këtë fletushk shkruan se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Medineja është e shenjtë prej Ajrit deri te Thawr, do në dy kodra të ndryshme në Medinë, dhe kush bën bidate apo e mbështet ose e strehon një bidatxhi brenda saj, mbi të është mallkimi I Allahut, I melajkeve dhe I gjithë njerëzve.
dhe Allahu nuk pranon prej tij në ditën e Kiametit as farze e as nafile. Dhe pastaj vazhdon pjesa tjetër, nderi i muslimanëve është një dhe të gjithë vrapojnë në mbrojtjen e atij nderi, dhe kushdo që thirret në emrin e dikujt tjetër përveç në emrin të babës të vet, ose i përket një thirret se i përket një familje tjetër, mbi të qoftë mallkimi i Allahut, i melajkeve dhe i gjithë njerëzve, dhe Allahu nuk pranon prej tij ditën e Kiametit as farz as nafile. Don kjo ka qenë ajo përmbajtja e fletushkës së Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe këtë mesele, do thot këtë muhabet gjithmonë dietarët kanë përmend në këtë situatë për faktin se shijat kanë shpif gjoja se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja paskalon vasijet Abu Bekrit, Aliut, që ai mu bë khalife. Po pastaj u çu Abu Bekri dhe Omeri dhe tjerë ja kanë grabit Aliut këtë drejtë, dhe Aliu s'ka guxuar me fol dhe kështu ashtu, derisa masi ka vdekur Uthmani, ka ardhur rënia. Gjitha këto kanë qenë shpifje dhe nuk kanë qenë të vërteta, dhe dietarët kanë sjellë domethënë këto transmetime si kundër argument. Në anën tjetër, duke qenë në atë atmosferën që kemi përmend në javën e kaluar, pra në atmosferën e dhimbjeve dhe pikëllimit të madh që kanë pas sahabët, kur ju është konfirmuar vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjë e cila ka qenë, do thotë, sprov më e rëndë se mi vdek dikujt baba, nana, fëmia, kushdo tjetër. Mirë po, siç e përmendëm në fillim, besimtarët janë burra të fortë. Nuk janë burra të ligë. Dhe nuk udhhiqen prej emocioneve, por udhhiqen nga arsyeja, e cila mbështetet në argument. Dhe në këtë situatë të këtill, i gjejmë që sahabët janë detyruar në mesin e atyre lëmshit të dhimbjeve dhe përmallimit dhe pikëllimit që kanë pas në gjokset e tyre dhe në zemrat e tyre, janë detyruar mu angazhu me një qëllim madhor të shariatit. Dhe kjo është një qëllim aq i madh, saqë, siç e kemi përmend disa herë, Allahu Azza wa Jall shumë prej ibadeteve i ka bërë në shërbim të këtij qëllimi. Pra uniteti dhe bashkimi i muslimanëve. Dhe në çat ditë, në ditën e hënë kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ensart janë tubu në Saqifatu Bani Sa'd. Saqifatu Bani Sa'd. Domethënë, shpethën ka qenë një vend takimi ku kanë najt sahabët ensart realisht, që ju ka taku familjes Banu Sa'd. Dhe janë tubu ensart në atë vend. Në anën tjetër, Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bekri dhe tjerë kanë qenë, pra, duke u mundu me gjithë zgjidhje se çka po veprojmë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si i vdekur, pra. Dhe thot vetë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, thot duke qëndruar në së bashku me sahabët e tjerë në afërsitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vërejtëm që ensart nuk kish ardhur asnjëri, nuk kish qenë prezent në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu e vërejtëm që edhe Aliu edhe Zuberi s'kishin qenë aty prezent. Dhe duke qenë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot erdh një person pe brapa murit dhe po thirr ukhruj ilayya ya ibn al-Khattab. Dilo ibn Khattab, se kam diçka për ty. Dhe i thash ilayka anni fa inna mashaghilu ank. Është largo më tutje se jena të nxonën, s'kena vakt më marr me ty. Mirë pa i tha Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, ka ndodhur diçka që ti duhesh patjetër me marr vesh. Ensart janë tubu në Saqifën e Banu Sa'dave dhe gutuni shkonin mesin e tënve
nani gati kësaj pune para se me ndodh ndonjë fitne e me arë puna deri tek ndonjë luftë apo përçarje. Dhe thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, si e kum ni këtë fjalë, me njëherë mu ka bëhet qartë se për shka është muhabeti, dhe ju ka drejtu me njëherë Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, ja Aba Bekr, intalik bina ila ikhwanina haulaj min al ansar. Që Abu Bekrit shkojnë tek vlezrit tan ansar. Dhe dytë janë që me njëherë, dhe rrugës për të Saqifet u Beni Sa'd, i kanë taku dy burrat mirë të mbarët devotshëm prej ensarve, të cilët si shënkon në tubimin e përfolur. Dhe kur i shohin Ebu Bekrin e Omerin, thënë, kajni të shku ju o muhajir. Dhe këta i thënë, jena nisë për të vllazërit tanë ensar. Thënë, mos e lani pa shku. Shkoni kryne punën e juaj o ju muhajir. Dhe me këtë fjalë, Omerit radiallahu ta'ala anhu i shtohet edhe më shumë bindja që duhet pa tjetër me shku, dhe thot, wallahi lanatiyannahum, pasha Allahun s'kena me lën pa shku. Dhe thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, shkum në Saqifën Beni Sa'd, edhe i gjetëm ensar të tubuar, dhe në mesin e tyre me kishën një personi pështjellur, dhe i pyeta kush është ky, më thanë Sa'd ibn Ubada. Po dihet Sa'd ibn Ubada ka qenë sahabi i njohur dhe kryetar fisi. Dhe i ka pyet çka o puna, pse u pështjell kështu? I thënë, s'është mirë, po ndihet domethënë ka ethe, ka temperaturë, andaj është pështjell mirë për mundze. Dhe thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, ulëm na, dhe pas pak qasteve u ngrit ai farë zëdhënsi me qytë kushtimisht i ensarëve, dikush që i ka prezentuar ensarët, dhe thot u ngrit, e lavdëroj Allahun azza wa jall, e falenderoj qysh i takon atij, dhe pastaj tha, amma ba'd, fa nahnu ansarullahi azza wa jall, wa katibat al-islam, wa antum ya ma'shar al-muhajirin rahtum minna. Ne jemi ensar të Allahut, pra ndihmësit dhe përkrahësit të Allahut, dhe jena bataljoni i Islamit, ndërsa ju o muhajir jeni pjesë e jona. Wa qad daffat daffatun min qawmikum fa idha hum yuriduna an yahtaziluna min aslina wa yahdinuna min al-amr. Dhe të në disa prej jush, po dojnë më na largu prej venit tonë dhe më na nxon pozitën. Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur thotë në veç para se me mëri këtu, thotë veç i kisha pas përgatit në veti do fjalë të bukura edhe të thurura mirë, që dojsha mi thënë para tynve, dhe me ja u bot qartë se çka është dojnë puna dhe situata. Dhe ka qenë, dhe thot ajo farë, qëllimi Omerit radiallahu ta'ala anhu me ja të regu aty me pozitën, dhe njëtën kohë me ja u prezentu khalifën e ardhshëm. Mirë po thot Omeri, momentin që deshta unë me fol, po dëgjoj një zonë, po më thot, ala rislik. Për dhe shpak më sugut. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, i parapriu Omerit, dhe thot Omeri, merë keq që me insistu se mos po e zemroj dyqysh Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, prandaj u tërhoqa. Ama thot, u ngrit, ose vazhdoj Ebu Bekri me fol, thot Ebu Bekri ka qenë ma i matur se unë, dhe ka qenë ma i respektueshëm se unë, ma largpamës se unë. Thot, pasha Allahun, nuk la fjalë që unë veç e kisha menu që ka do me thënë, veç se aj e tha, ma mirë, ma bukur, edhe ma me maturisë se unë. Dhe kur janisi me fol, thot, unë heshta dhe fillova me dëgju fije për pese qka
çka po thotë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bekri do thotë filloi me lavdëru Allahun azza wa jall dhe me falendëru çuçi takon atij, pastaj tha amma ba'd. O ju ansar, ma dhakartum fikum min khairin fa antum lahu ahl. Tha, gjitha ato të mirat që i përmendet se ju i kini, tha është qështu, qësh i kini thënë, ju jeni meritor për gjitha ato që i përmendet. Ama, ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا. Mirë po, problemi nuk ishte se ensart nuk e meritonin një gjë të tillë me i udhëheq muslimanët. Mesin e ensarëve ka pas burra të mirë, devotshëm. Mirë po, problemi ishte tek uniteti i muslimanëve. Prandaj ju tha Abu Bekri që fiset arabe nuk kanë me pranu me i udhëheq dikush vetëse një person nga Kurejshët. Sepse Kurejshët kanë preardhjen më të fuqishme, me thonë kushtimisht më të fuqishme, dhe pozitën në mesin e arabëve, pozitën më të lavdëruar. Dhe kjo ka qenë në realitet. Sepse familja ose fisi Quraysh, brez pas brezi, prej Ibrahimit alayhi salam, duke vazhdu me të birin e tij Ismailin, dhe gjenerat pas gjenerate, kanë dalë prej lozës më të mirë, më të ndershme, dhe kanë fitu respektin e gjithë arabëve. Edhe po ashtu, kanë qenë kujdestar të shtëpisë së shenjtë, Qabës, dhe kështu që arabët i kanë respektu Kurejsht. Prandaj ky ka qenë don qëllimi i Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, ja u bë qartë ensarëve. Pastaj vazhdon thotë: "Wa laqad alimtum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار." Dhe ju e dini shumë mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, sikur gjithë njerëzit ta ndiqnin një rrugë, ndërsa ensarët ta ndiqnin rrugën tjetër, unë do ta kisha ndjek rrugën e ensarëve. Pastaj ka drejtuar Sa'd ibn Ubadës, i ka thënë: "O Sa'd, ti e din mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë ti ulur kështu në pranin tënde ka thënë: Qurayshun wulatu hadha al-amr fabarru an-nasi tab'un li barrihim wa fajiruhum tab'un li fajirihim." Hadithin pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Qurayshët janë meritorët për këtë punë. Dhe më të mirë të njerëzve kanë me qenë ndjekës ose mbrapa më të mirëve të Kurajshëve, dhe më të këqij të njerëzve kanë me qenë mbrapa më të këqive të Kurajshëve. Do thotë, Kurajsh gjithmonë kanë me qenë të parë në mesin e njerëzve. Si për ka devotshmëria, si për kur të prishën Kurajsh kanë më prishën njerëzit tjerë. Dhe thot Sa'd ibn Ubada, thot sadaqt. Çashtu është, ne jemi vezirët e ju jeni emirët. Pra ne jemi ato ministrat, ndërsa ju jeni prijesat. Mirë po, në mesin e ensarëve ka pasur të atill që nuk janë pajtuar me këtë gjë. Dhe aty ka reagu El-Hubab ibn al-Mundhir el-Ansari dhe ka thënë: "Ana judhayluha al-muhakkak wa udhayquha al-murajjab. Minna amirun wa minkum amirun ya ma'shar Quraysh." I ka përdorur disa fjalë metaforike për me aludu, ka thënë: "Unë jam ai personi të cilit i merret ose i respektohet mendimi dhe të tjerë ja dëgjojnë fjalën." Mirë po, bukfalisht i ka rënë sikur me thënë fjalë që i ka përdorur, ka thënë: "Unë jam shtylla e krumjes dhe druri mbështetës." Ana judhayluha al-muhakkak, është ai far druni që e vendosin fermert diku në mes të arës, që lopt ose devet me shku më kru për ta. Dhe ky ka thënë: "Unë jam
druri i krumjes, që këtë njerëzit vinë të une, kur kanë nevojë diçka. Dhe shtylla mbajtëse. Se a ke pa pemt kur të rritën shumë, shkojnë fermert, ja qesin ka një shtyllë, do më thënë, ose degve, ose trupit, që mos mu laku, kur të bënë shumë fruta. E ka thonë njëm që e shtylla. Ose njerëzit, kur kanë nevojë, kur zdin kam ja majt, vinë tek une. E ka thënë, minna amirun wa minkum amir. Mendimi jam është, prej neve një prijes dhe prej juve një prijes o Kurejsh. Ama ky mendim ka qenë problematik. Se nuk ka në islam dy prisa të njëjtit rang. Nuk ka ashtu. Nuk ka ashtu se një shtet që udhhiqet në këtë formë, ai shkon drejt përçarjes dhe shkatërimit. Do të më qenë një udhëheqës. Një udhëheqës. Qoftë në shtet, qoftë në mbretëri, qoftë në familje, ku do që të jetë një udhëheqës. Se si të nisin dy me fol, aty tani ka mu do puna. Do bën me këtë, do me atë, edhe përçahet familja, përçahet domethënë shoqëria, përçahet shteti. Ama do të më konë një që fol. Ka ta atil që japin mendime, ama ai që merr vendimin përfundimtar, do të më qenë një. Prandaj edhe Omeri Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, kur e ka thënë këtë fjalë Al-Hubab ibn al-Mundhir, ja ka refuzu. Ka thënë la, walakin al-umara wa antum al-wuzara. Ka thënë jo ashtu. Ama ka thënë na jena prisat, e ju jeni vezirët, si me thënë ministrat, ose përkrasit. Dhe ka këmgull Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, jo që ja ka kojt, as që se Ebu Bekri bile përkund razin nuk ka pas dëshirë me marrë post të udhëheqjes. As që ka desh dhe me thënë me marrë pozit, as kur gjë. Mi për ka desh me qunë ven porosin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sunetin e tij. Dhe nuk ka në mesin e sahabëve në njeri që e ka mbajt sunetin dhe e ka praktikuar sunetin dhe porosit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam më mirë edhe më me këmbgulje se Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe atëherë kur njerëzit, na kemi përmendur inshallah, dohon kur të nisim me fol për sirën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, kemi përmendur ato momentet kur Ebu Bekri ka qëndru fuqishëm, edhe pse ndoshta njerëzit më të afërt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë sulmuar Abu Bekrin. Ama e ka pas argumentin, fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe nuk ka lut. Ama ato inshallah kena mi përmend. Aty pastaj është ngrit Zeid ibn Thabit, si ka qenë ansar radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ka fol, ka marrë fjalën e krahun e Ebu Bekrit. Do thotë që nuk kanë qenë vetëm muhaxhirët që kanë këmbgul se khalifati do të më qenë të muhaxhirët. Po ka pasur edhe pensarëve të atil që kanë përkrah këtë mendim, sepse ky ka qenë suneti ose porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zeid ibn Thabit thot, ngritet dhe thot inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min al-muhajirin wa inna al-imama inma yakunu min al-muhajirin. Thot vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë prej muhaxhirëve. Oni Mekës. Ashtu njëjtot edhe halifja i radhës, prisi i radhës ka më qenë prej muhaxhirëve. E thot na çysh kena qenë ensar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ai ka qenë gjallë, kena më kon ensar edhe të halifës që vjen pas tij, ashtu njëjtë. Dhe me këto fjalë do thotë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ju drejtohet të jazakumullahu khairan min hayyin ya ma'shar al-ansar wa thabbata qailakum wallahi law fa'altum ghayra dhalika lama salahnakum. Thot Allahu ju shpërbleft juve o ansar. Dhe Allah do thotë e forcoft kët burr që foli. Tha se pasha Allahun, sikur të kishit vepruar ndryshe, na nuk kishëm pajtu edhe nuk ja u kishëm pranu. Do të ka qenë me këmbgulje Ebu Bekri që duhet me qunë ven emanetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që përmendëm hadithin pak
pak më herët. Ulatu hadha al-amri në Quraysh, min Quraysh. Prisit e kësaj pune janë Qurayshët. Andaj ka desht me çun vën kët hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe posa i ka thënë këtë fjalë, Ebu Bekri më një herë ka kalu në hapin e radhës dhe ju ka thënë wa qad raditu lakum ahad hadain ar-rajulain fabayi'u ayyuhuma shi'tum. E ka thënë jam i pajtimit që prisi juj me qenë njëri për këtyne burrave. Andaj jepja një besën cilit doni. Aja ka kap dorën e Omerit, e dorën e Ebu Ubejde ibn al-Jarrahut. E ka thënë cilin doni për tënve, jepja një besën për me bë khalife dhe udhëheqës, une jam i pajtimit. Me këtë ka dëshmu Omeri radiallahu Ebu Bekri, se ka qenë i gatshëm dikush tjetër me u bë khalife, jo vetë Ebu Bekri. Ama, thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, dhe që aty krejta fjalë të qëndrimit të Ebu Bekrit të më pëlqyn, thot veç që tu së më pëlqej. Dhe thot, wallahi an uqaddama fatudraba unuqi la yaqrabuni dhalika min ithm. Ahabbu ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakr. Ka qenë Omeri larg pamës, edhe me ngjempreht, edhe i mençur shumë. Dhe ka thënë pasha Allahun, për mu ka thënë është ma lehtë që më muhek qafa dhe me më ekzekutu, se sa unë me dalë për para një populli ose një grumbulli njerëzish në mesin e cilëve është Ebu Bekri. Për mu mjafton kjo me më llogarit mëkat i rënd, që unë më qumë me dalë me udhëheq një grup njerëzish, ka aty është Ebu Bekri. Ka qenë e rënd shumë për Omerin radiallahu ta'ala anhu. Edhe kjo tregon atë respektin e fuqishëm më të madh që ka pas Omeri për Ebu Bekrin. Edhe gjithë sahabët kështu kanë qenë. E kanë respektuar Ebu Bekrin më të madhe dhe ja kanë ditë vlerën më të madhe Ebu Bekrit. Me gjithë domethënë atë farë euforin që ka pas Omeri, asnjëherë s'ka guxu mi dal një hap përpara Ebu Bekrit. Se e din çfarë çësje ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë jetës sa ka qenë gjallë. E dini atë rastin që e kena përmend, kur jo nxon diçka Abu Bekri Omeri, edhe pse duket që i pari që u nxe ka qenë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, dhe pastaj u çu ka shku mi kërku falje Omerit, ama kur ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bohor Omerin. Sa që Abu Bekri u çu ka lutur, ka thënë ja, unë i kum pas fajet, ky s'ka faj kur gjë. A ban ka thot më malon çet shokun tam. Oni ka bërtit të mërshëm sahabëve. Edhe kanë kuptu sahabët për aty që Ebu Bekri nuk është njeri thjesht. Ebu Bekri është burri madh. Dhe kjo është domethënë ajo farë jetësimi edhe manifestimi hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë lejse minna men lam yuwaqqir kabirana. Nuk është i joni, nuk është në sunnet, në praktikën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai që nuk e respekton më të madhin ton. Do thotë, kjo hierarki duhet të respektohet. Dhe këtë e gjem domethënë në edukimin e sahabëve. Për atë edhe e gjem këtë reagim të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu që ka thënë për mua është më lehtë do me bëni fal gjunohi ku me diçka ose më çu dikush më ekzekutu, se sa më çu me dal me pri të një grup ku aty ndodhet Ebu Bekri. Dhe thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, janë nisën njerëzit, u bë zhurmë, njerëzit të folë me zveti, dhe mi ngrit zanat, edhe në atë moment, nga frika që mos po të llovitet puna, mos po prishet, më njëherë i kum drejtu Abu Bekrit, zgatet dorën e Abu Bekr, dhe e ka zgatë Abu Bekri dorën, edhe i kum thënë, po ta jap besën për khalife. Kjo ka qenë ai momenti kritik edhe kyç ku
Omeri radiallahu ta'ala anhu ka bën një veprim të mençur shumë. Mos më lën mu të lëvit situata, çka ti bësh aty? S'ka të dorën, ai ka thënë po ta jap besën për khalife. Edhe ato nuk kanë prit sahabët e tjerë më shumë. Se çdo kush mas Omerit ka qenë më i vogël se Omeri. Kush do të më çu me dal me thënë, jo, në spajtona se Omeri më ia dhën besën Ebu Bekrit. Don dy më të mirë të umetit, çka po mirën vesh për një gjë. As kërkush s'u del me thënë valla Omeri s'e ka çellu, se krejt mas Omerit janë kanë më të vogël, më të padijshëm, më pak me devotshmëri. Po as kërkush s'ka mujt me dal me thënë e pse Ebu Bekrit. Don i dyti i umetit pe e besën të parit të umetit. Edhe është trashjet e poshtë çka ka, aty mos zguxon dikush me dal me thënë ja valla unë spajton. As ju metet më kur gjë, sahabët që kanë qenë në Seqife Banu Sa'd në atë vend, nuk ju mbetet asgjë me shtu, vetëm se cili më çu dhe më ia dhën dorën e Abu Bekrit edhe me lidh besën për khalife. Dhe ashtu veprun, u çun gjithë muhaxhirët, ja dhën besën, pastaj u çun edhe ansar që ishin prezent, gjithë ja dhën besën Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Në një transmetim do përmendet që në ato momente Omeri radhiyallahu ta'ala anhu kur ja dha dorën Ebu Bekrit ju drejtuan ansarëve tha ja ma'shar al-ansar alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Aba Bekrin an ya'umma an-nas fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Aba Bekr. Ha ju ansar, a nuk pedini ju vet, as e nikon dëshmitar vet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e patçit Ebu Bekrin imam me i pri njerëzve në namaz? Kush prej jush guxon ose ja ban shpirti, ja ban zemra me dal imam para Ebu Bekrit? Edhe aty u shukatën gjithë. Domethënë, kjo ka qenë fiqh i sahabëve. Gjithë thënë, na'udhu billahi an nataqaddam Aba Bekr. Allahu na rujt neve më çu dikush me dal para Abu Bekrit imam. Sikur që kanë pas konsideratën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ku ka ardhur pejgamberi në xhami, nëse u kon Abu Bekri imam veç u tërheq mrapa. Çashtu njëjtë kanë pas konsideratën mas ne për Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala. Kërkush s'u ka bajt zemra as mendja se ka kop që, më thon unë po dal para Ebu Bekrit imam, sepse prisi khalifja, ai pastaj u dhesh njerëzit në namaz. Edhe dikush që ja kish marr mendja me e bë këtë sen, atëherë kish ra që është të kundërshtu veprimin e sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se suneti i tij ka qenë çka? Kur s'është pejgamberi sallallahu me zëvendësu Abu Bekri. Atash po des, mu çu dikush tjetër me dal imam? Ajo nuk paramendohen mesin e sahabëve. Dhe do thot kjo ish ajo far momenti që e vullosi këtë vendim madhështor. Dhe përmendet do thot që Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu nuk ka qenë realisht nuk e ka, sikur që e përmend, nuk e ka desht këtë pozitë. Mirë po e ka pranu për një qëllim. Dhe vetë, kër e kanë pyet Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu rreth ngjarjeve që kanë ndodhur atë ditë, thot Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, për shkak që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pat urdhëruar me dal imam në momentet e fundit të jetës tij, për çet arsye mua ma kanë lënë khilafetin. Një lloj modestie prej Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala. Jo me pretendu që po unë jam kom më meritoriu, më i miri të mësa. Jo. Ata ka thënë sahabët çka më bë? E kanë pa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qit imam ditëve të fundit, s'ka lënë me dal dikush tjetër, për shkak që sa tani mështirin më bë khalife. Kjo ka qenë modesti prej Abu Bekrit. Thotë edhe unë
u desht me pranu një gjë të tillë për shkak se frigohesha mos po ndodh ndonjë fitne dhe pastaj po ja nisin njerëzit me lshu fen. Kështu ka qenë situata. Ebu Bekri e ka pranu khalifatin veç se u tut se mos po bëhet sebeb për ndaj fitne dhe shkatrim të njerëzve. Kjo ditë kur ose këto momente kur ja dhanë sahabët besën Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu për khalife, ka qenë bashkë në ditën e hon, kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ditën e nesërme, në ditën e martë, pastaj ka qenë beslidhja publike. Nëse aty ja dhanë besën vetëm që ata sahabe që kanë qenë në Seqifën e Banu Sa'dave. Dhe thotë Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, masi që apo të ndonë besën në Seqife, sahabët, që numëri sahabët që kanë qenë aty, thotë të nesërmën Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu thotë hypin në minber dhe u çu Omeri në xhami para njerëzve dhe ju foli njerëzve. Aty Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në moment kur ju pat fol e pat shfrytzu rastin edhe për një kërkim falje. Ju tha ejuhan nas, o ju njerëz, inni kuntu qultu lakum bil amsi maqalatan ma kanat wa ma wajadtuha fi kitabillah ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يدبرنا. هذا këto fjalë të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu janë shumë kallëzojnë për një qëndrim burrëror të Omerit që ka pas. Dhe tregojnë se çka duhet me vepru ai që është burr kur të gabon. Thot, unë dje ja u pata thënë do fjalë të cilat nuk i kam gjetë asnjëherë në librin e Allahut, e as nuk mi ka thënë ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po thot unë vetëm shpresojsha që mos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me jetu mas gjati për gjithë neve dhe ka më na përcjell neve pastaj me vdek. Që shfa për nije. Tu ju referu fjalëve që i thot dje, kur i thoshin ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky dul me shpatë thoi kush thot se ka vdek kam ja e kryt. Dhe më ju tregu njerëzve që unë për këtë s'kum pas argument që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me shku te Allahu sikurse Musa mas ne ka më kthy mas 4 ditë. Unë s'kum pas për këtë argument, as prej Kur'anit e as prej Sunetit. Dhe vetë ky qëndrimi Omerit radhiyallahu ta'ala anhu na tregon se çysh duhet njeriu me vepru kur gabon diçka në fenë e Allahut prej secilës njerëzit mojnë me u ndiku. Unë ti duhesh me dal me u sqaru, me u tregu publikisht, sikurse që ke thon publikisht para njerëzve se kjo mesele është kështu, ashtu njëjtë duhesh me dal para njerëzve me u tregu që valla unë gabime kum pas. Gabime kum pas. Sikurse rastet e bidatxhive që ndodh thojnë para njerëzve fjalë, i devijojnë njerëzit me fjalët e tyre, e pastaj pendohen, ama gjoja se pendohen, ama nuk dalin me komuniku këta ashtu njëjtë që kanë komuniku bidatin. Bidatin e ki komuniku haptazi, në për ligjerata, në për inqizime, edhe pastaj po pendohesha, e ku është me dal haptazi në për ligjerata, në për inqizime, me thënë, unë e kum pas gabim se feja Allahut është kështu. Omeri për një sen shumë thjesht, ajo realisht është diçka thjesht, ama nuk pranojti që mi met në biografinë e tij, mas një dikush me shfrytzu, dikush me bidatxhie, me thënë, që se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas vdek atëherë për një me, e tani mas 7 ditë dikush e ka pas, këto raste sufiti kishin shfrytzu shumë më kanë. Pejgamberi sa Allah gjallë është.
S'ka vdek atëherë. Bila, a keni pas një atëherë Omerin që ka thënë se kush thot se Omeri ka ditë diçka. Kishën mujt me shfrytzu këtë, bidat gjithë. Ama për mos me lënë këtë derë të hapur, Omeri ka dalë si burr para njerëzve, ka thënë, unë e kum gabu. E kush mundet me llogarit veten më burr se Omeri, me thënë, valla unë s'po dal me ju kallëzu njerëzit që kum gabu se tani më hub burrnia. Tash Omeri ka qenë burr shëmbëltyra burrit. E nëse ai ka dalë me një komunikat tillë, atëherë kush je ti për diçka shumë më të madhe, më të rënde, mos me dalë. Dhe kjo tamam përputhet me atë kushtin që Allah azza wa jalla ka përmendur në Kur'an për njerëzit që do thot i mashtrojnë njerëzit në fenë e Allahut azza wa jalla, sikur se shembulli bidatxhive që kur të pendohen e kanë obligim dhe kusht të pendimit të tyre me u shpjegu njerëzve dhe me u sqaru të vërtetën, çashtu një qysh i kanë deviju më herët. Nëse se bëjnë këtë, nuk llogaritet pendim i pranuar. Dhe pastaj do thot ka vazhdu ka thënë wa in yakum Muhammedun qad mat fa inna Allah ta'ala qad abqa fikum kitabahu alladhi bihi hada Allahu rasulahu. Thot, edhe nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, atëherë dini se Allahu ja u kalon juve librin e tij, me cilin libër ai vet pejgamberin e tij e ka udhëzu. Andaj nëse ju kapeni për librin e tij, kam ju udhëzu juve çashtu që ka udhëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allaha qad jama'a amrakum ala khayrikum صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. فذا الله عز وجل يكبشكو يوفا تكنيريو ما إمير نميسين يوي shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dyti i të dytëve kur kanë qenë në shpellë, prandaj thot është më i miri i njerëzve dhe ai që i njeh më së miri punë të juaja, kështu që çonu edhe jepja një besë. Kjo ka qenë fjalë të shkurtra, pa filozofu, pa kurrë, as pa pështjell, drejt për drejt. Unë e kam pas gabim, çështja është realiteti, ky është më i miri, çonu jepja një dorë. S'ka pas nevojë për një farë fjalimi të komplikuar. Dhe aty do më thënë, pastaj jënë që njerëzit që kanë qenë në xhami dhe rënja kanë dhënë besën Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe me këtë është shënu beslidhja e khalifës së ri pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe aty pastaj Ebu Bekri e kanë ndje obligim me vazhdu me një këshill të tij, një ligjërim të tij para njerëzve si khalife i ri, dhe është ngrit në këmbë në mimber dhe ju ka drejtu njerëzve pasi që ka lavdëruar Allahun dhe ka falendëru, ka thënë amma ba'd ayyuha an-nas fa inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum. O ju njerëz, mua më është dhënë kjo përgjegjësi e që më ju udhëheq juve, ama unë nuk jam më i miri në mesin e juaj. Dhe thot, ka qenë modestia e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Thot, fa in ahsantu fa a'inuni. Nëse unë punoj mirë, ju ndihmomani. Edhe kjo është pjesë e modestisë tij, do thot që nuk e ka llogarit veten, me thënë s'ka nevojë kërkush më marr për mua se unë jam kon më i miri mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ju po doni më mësu mua. Jo, ka thënë nëse punoj mirë, ndihmomani. Thot wa in asa'tu faqawwimuni. Nëse gaboj, punoj keq, atë drejtomani. As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Sinqeriteti ka thënë është emanet. Dhe gënjeshtra ka thënë është tradhti. Wad-da'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta arudda lahu haqqahu insha Allah.
Dhe ka thënë i dobti në mesin e juj, tek unë është i fuqishëm deri t'ja kthej hakun e tij insha Allah. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. Dhe i fuqishmi në mesin e juaj, tek unë ka thënë është i dobët deri t'ja marr hakun prej tij dhe t'ja çoj atij që i takon insha Allah. Doan me studiu këtë ligjërim të Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, me të vërtet ka qenë fjalë të fuqishme që s'kalon vrim mik diçka. S'ka thonë, unë jo maj që i drejtoj këto punë, kush është i dobë veç le të vjen të unë se ama ja ka shtë në fund, insha Allah, në dasht Allahu. Thët la jeda'u qawmun ul jihad fi sabilillahi illa darabahumullahu bidhull. Thët çdo popull që e la gjihadin në rrugt të Allahut, Allahu ka me godit me pushtrim. Wala tashi'u al-fahishatu fi qawmin qattu illa ammahumullahu bil bala. Dhe çdo popull në mesin e cilëve përhapet publikisht imoraliteti dhe veprimet e ulta, thot Allah azza wa jall kam i përfshi me sprova dhe fatkeqësi. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu fa in asajtu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum. Ka thënë dëgjomani dhe bindmuni për atë sa unë i bindem Allahu dhe dërguarit ti. E thët momentin që unë nuk i bindem dhe e kundërshtoj Allahun dhe dërguarin e ti, thët s'kini nevoj asnjoni më mu bind. Që ky është udhëheci i vërtet. Që të e në fjalë udhëheqësi. Jo më mundu njerëzit me forcë me udhëheq, jo më mundu njerëzit mi deviju si pas mendjes së vet, ama vesh nëse jom në sunet, nëse jom në rrugën e drejt, që atëherë dëgjomani se kini obligim, ama në momentin që unë dradhoj edhe jamoj dika tjetër, s'kini nevoj më mgu. Kështu do të me qenë prisit. Jo, me thonë, që në bura, unë shka të thëmë këtu, po që mëse kjo bidat është gabim është, ani se ju si dini dësene, kjo është strategji, do një më mgu mu, kjo budalaki është, mendje lehtësi është kjo. Ma i mirë jo metit i ka thënë këtë fjalë, nëse unë e jam sunnet, atëherë ndiqmëni, nëse si jam sunnet, s'kini nevoj më mdjek. Dhe anë kalon Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu këtë fjalë si testament. Edhe shumë karën, unë veç i përmenda pa unal në porositë e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu dhe pa nxerr dobi për tyre, se fjala e Abu Bekrit kur thotë se një popull që e lën xhihadin Allahu ka mi poshtru, ajo është shumë fjalë me vend dhe e vërtet, prandaj edhe jemi në gjendjen që jemi sot, se muslimanët e kanë lënë xhihadin, e kanë lënë luftën në rrugt të Allahut azza wa jall. Edhe ne ka përfshi kjo poshtrim, që e shohim sot. Poshtrim tanaon. I thojnë a vetës, jena në shtet musliman këtu, kush të she me shaja islamet poshtron një pari. Kush të mune t'i pari më të poshtru, si t'ki dishka shaja islamet poshtron. Mare gjdo ku këtë hen, si të shojnë me shenja islamet, kanë më të poshtru. Që kjo për logarit t'i 94% muslimana? Jo, valla, kjo është veç me rajt vetën, kur gjo ma shumë. Se të kishëm qenë 94% musliman, ati shka i bjen? A i 6% që i vogël që atje, një farë pakice që ishin tut, adem qështë në thojnë në bojna, ama është e kundërta. Muslimant janë, të thojnë, a i se qështë në thojnë në bojna. Sa muslimani lufton me qurqika në shkollë me shami, edhe qka? Ja përzajnë. Edhe duhet, jo shko atje, bile ka prind që i thojnë fëmijëve, më së gut me qitë shamijen se tani na del të lashe. Kjo është budallaki, qysh lihet, do më thonë, një obligimi Allahut azza wa jall për çka? Se tani në shkollë se më përshkon, se na patkon ajo shkollë, do më thonë, pa marrë qatë diplomën, deftezën, ti xhenetin mshele pate. Për çka? Për kurgjehiq. Me lënë obligimin e Allahut azza wa jall. Kjo budallaki. Budallaki te mase. E kjo është, do më thënë, që ajo farë realiteti poshtrimit që në ka arë. Se është lënë
Gjihadi me gjitha llojet e kuptimet e tij, semi të thonë veçaj gjihadi me shpatë e tjera, ama gjihadi ka lloje të ndryshme. Ditë sotit kush s'fol bidaxhit këtu rrëmuje bëjnë, kur vesh kur vjen koha me vludit baksh atëherë aktivizohen bidati, ama gjatë tën vitin kush s'fol për bidatin. Ajo është gjihad. Allah Azza wa Jalla ka drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: "Jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Luftoi kuffart, edhe munafikat dhe tregohu i ashpër ndaj tyre. Kuffart luftohen me çka? Me shpatë. Ndërsa munafikat apo bidatxhit luftohen me fjalë, duke fol kundër atyre. Dhe ka thënë waghluz alehim, tregoj i ashpër edhe i vrasht ndaj tyre. E jo ti u mënu mi lajkatu, mi klu, mi lavdu ka pak se nashta mos na qesin pi punës, na qet pi xhamis, ky tash na fshife sunetin, fshifi ashtu. Kjo është praktikë e xhihadit në gjitha dimensionet e tij. Edhe mas kësaj praktikë veç pritet poshtrimin. Sikurse që jemi duke e përjetu. Atë ditë domethënë kur ja ka ndënë besën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu në Seqife, nuk ka qenë prezent Aliu dhe as Zubejri. Aliun, pejgamberi ka pas djalë Axhe, Zubejri ka pas djalë Tallës. Dhe thot Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kur ka hyp Abu Bekri në minber edhe ka marrë këtë fjalimin, ka kçyr kënë ka përpara dhe nuk e ka pa Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ka pyet ku është Aliu? I ka treguar dikush që s'është këtu, ka thënë shko thirrni. E ka ardhur Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, i ka drejtuar Abu Bekri, ka thënë ibn ammi Rasulillah wa khatanahu aradda an tashqa 'asa al-muslimin. Thënë o djali Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dhëndri i tij a deshte me përçau unitetin e muslimanëve. Aliu ka thënë la tathriba ya khalifat rasulillah. Dhe nuk ka çortim sot o khalife i Rasulillah. Nuk e kom lënë mos prezencën për ndaj punë që çortohet. Sepse Aliu e Zubejri kanë qenë të angazhuar me punë familjare të brendshme duke përgatit gjenazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka pyetur edhe për Zubejrin, kanë thënë s'është, e kanë thirr, çashtu njëri ka thënë o djali hallës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe havariu i tij. Ana mos deshte me e përçau unitetin e muslimanëve, edhe ajo ka përgjigj njëri, ka thënë la tathriba ya khalifata rasulillah. S'ka çortim o khalifi i dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendet në një transmetim që disa janë mundu, veçanërisht shiat, janë mundu që me manipulun në këto informata dhe kanë thënë që Aliu radhiyallahu ta'ala nuk është, ja ka dhënë besën Abu Bekrit tek mas 6 muaje. Edhe transmetimi është në Bukhari, në Sahihun e Bukhariut, që tek mas 6 muaje Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka shkuar ja ka dhënë besën Abu Bekrit. Se shiat pastaj e keq interpretojnë këtë dhe thënë Aliu sukoni pajtimi që Abu Bekri me marrë khalifatin, sepse e ka pas një vasijet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe s'ka desht me çën vend vasijetin që Aliu mu bo khalife. Po Abu Bekri ja ka grabit. Edhe tek mas 6 muaje u detyru me shku m'ia dhën. Ama kjo nuk është e vërtetë. Se Aliu tamam çuçi përmend, do në ditën e dytë, më njëherë ja ka dhënë besën e para. Edhe e dyta, nëse ata mundohen me përdor transmetimin që ndodhet në Sahihun e Bukhariut, i cili transmetim është i saktë, është e vërtetë që mas 6 muaje Aliu edhe njëherë ka shkuar ja ka dhënë besën. Ama këtë e ka bë për me ripërtri besën e tij. Sepse ka ndodhur një farë keq kuptimi mes Fatimës radhiyallahu ta'ala anha dhe Abu Bekrit, ku Abu Bekri ka qenë me drejt radhiyallahu ta'ala anhuma,
Allahu qoftë i kënaqur me të dytë. Dhe mas 6 muaj mas I ka vdek Fatimja radhiyallahu ta'ala, çika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aliu u çu ka shku me ia dhën besën për s'dyti, meri për 3 besën, vetë që mos thon njerëzit mas nej që Aliu u koni hidhrum me Abu Bekrin për shkak të zënkës që ka pas me Fatimën. E u çu për s'dyti mi kallëzu Abu Bekrit që ato që ka pas me Fatimën, ajo s'ka ndiku tek unë, se unë apet ty të llogaris khalife. Aja ka dhënë domethënë besën për s'dyti, mas 6 muaje. Edhe vetë Aliu e Zubejri kanë thënë me gojën e tyre, kanë thënë që ne e dim dhe e kemi bindje që Ebu Bekri ka qenë më meritori për khalifat, sepse ai ka qenë shoqëruesi I shpellës dhe e njohim në pozitën e tij dhe gjendjen e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëj imam sa ka qenë gjallë e kështu me radhë kanë përmend gjitha këto. Ama në një transmetim e kanë përmend që dikush ka thënë se janë prek për shkak se nuk janë konsultu me Aliun dhe Zubejrin. Pra këto në të farë dyshime që grupet e bidatit janë mundu me I fut tek musliman, që gjoja se Aliu radhiyallahu ta'ala anhu s'ka qenë pajtimit, Zubejri s'ka qenë pajtimit, sepse s'ka qenë prezent e kështu me radhë, mirë po, Allah azza wa jall ka çu boll argumente që me u kundërpërgjigj bidateve të tyre. Dhe përmendet një transmetim që kur e kanë pyet Aliun radhiyallahu ta'ala anhu në fund të jetës tij, i kanë thënë as po na lan dikon khalife mas teja. Aliu ka thënë mastakhlafa Rasulullahi fa astakhlif. Thënë qashtu qysh I dërguari Allahut nuk kalon khalife mas vetit me fjalë, thënë qashtu edhe unë. Walakin in yuridillahu bin nasi khayran fasayajma'uhum ba'di ala khayrihim. Ama ka thënë nëse Allah azza wa jalla do të mirën njerëzve, ka me I tubu tek më I miri I tyre, ashtu qysh I ka tubu tek më I miri I ummetit mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë në fund të jetës tij e ka thënë Aliu këtë fjalë radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kjo ka qenë dëshmi prej tij që Ebu Bekri ka qenë më meritori dhe më I miri për khilafet në mesin e sahabëve. Dhe këto domethënë dy ngjarjet e para më njëherë mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft me të në xhennet. Dhe pastaj pasojnë ngjarjet e pasi u çetsu domethënë situata ditën e martë kur Ebu Bekri u zgjedh khalife, pastaj kanë pasu ngjarjet e pastrimit dhe qefinosjes së trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe arsyeja pse sahabët janë gut me zgjedh khalifen më njëherë mas vdekjes, kjo është arsye e qartë dhe e ditur, sepse këta sekularistët dhe qafirat mundohen me I paraqit sahabët sikurse njerëz të uritur pas pushtetit. E thënë apeshe. Këne kanë thënë e kena dasht shumë Resulullahin, edhe jo ndjekëm sunetin e tij, jo të devotshëm s'diçka, si di çaj mule kush pezani pari karriken. Apeshe edhe jo muslimanët keni do interesa mas karrikes e sen. Ama kjo është shpifje për sahabët. Dhe arsyeja pse sahabët më njëherë kanë desht mu marrë me këtë punë është çfarë qëllimi madhor që përmendëm më herët në fillim. Uniteti I muslimanëve. Dhe muslimanët kur zguxojnë me vepru ashtu të përqarë ose grupe, gjithmonë do të me vepru të bashkuar në një njeri. E na kemi qenë fatkeq që me përjetu ditën kur muslimanët po jetojnë
pa prijes, pa khalife, pa udhëheqës, se si shtet në kryen veti, se si grup në kryen veti, nuk ka një njeri në të cilin të bohemi. Kush e ka menuar që vjen kjo ditë brezat e mëhershëm, Allahu alem, s'kan mujt me paramendu ndoshta një gjë të tillë, po ja që ne po e përjetojmë. Andaj në kohërat e këtilla, që është ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet mu kap njëri për suneti dhe për xhamati. Xhamati janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet mu majt fuqishëm për ta, sepse për ndryshe devijimi e përfshin secilin që është i ndarë nga xhamati. Andaj edhe kjo na bën qartë domethënë të rëndësinë e unitetit. Dhe me këtë përmbyllet domethënë edhe kjo fazë e gjendjes së sahabeve dhe besoj që takimi i radhës ka me qenë takimi i fundit në serinë e sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku kena me fol për ato që i përmendëm, do thot deri në fund tek varrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall që na mundsoj që të përfitojmë ose të kemi përfituar deri tash nga sireja e tij, dhe elusim atë që të na udhëzoj dhe të na forcoj që ta ndjekim shëmbëltyrën e tij. Dhe po ashtu elusim atë që mos na bëj kët takimin e fundit me sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, na hap një derë tjetër nëpërmjet së cilës kena me përfitu sërish prej sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun na forcoj, na udhëzoj, na i fal mëkatet dhe të na strehojë në xhenetin e tij. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilayh.